Vrasja makabre në gjykatën e apelit të Tiranës, arrestohen edhe disa persona. Policia shqiptare ka arrestuar John Shkambin, xhaxhain e autorit që vrau gjyqtarin Astrid Kalaja. Në pranga ka rënë edhe roja sigurisë së gjykatës së apelit pas tragjedisë që e tronditi vendin. Autori Elvis Shkambi qëlloi menjëherë pas shpalljes së vendimit për një konflikt pronësie, duke vrarë gjyqtarin dhe plagosur 2 persona të tjerë. Ngjarja ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi sigurinë në gjykata pasi arma u fut pa u kontrolluar për shkak se skaneri metalik nuk funksiononte. Sipas policisë, Elvis Shkambi, 30 vjeç nga Shkodra, ishte në sallë bashkë me xhaxhain e tij. Ai nxori pistoletën nga brezi dhe qëlloi 3 herë drejt gjyqtarit duke plagosur edhe babë e bir, Rakep e Erves Kurtaj. Të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa xhaxhai dhe roja janë tashmë në hetim për rolin e tyre në këtë ngjarje të rëndë.